Jo, në fakt, ne sot japim një anketë, e bëjmë dhe ne pedagogët, po e bëjmë dhe vetë mësuesit, ku ata japin sugjerimet apo vlerësimin në lidhje me trajnimin dhe se çfarë ne mundet të përmirësojmë vit pas viti. Duke qenë këtu bashkë të gjithë, kemi mundësi që të ndajmë praktika, përvojat tona, dhe pse jo të reflektojmë mbi ato çka është më e mira për ta përdorur në përditshmërinë tonë. Si e shihni trajnimin? Atëherë, trajnimi është shumë i rëndësishëm për profesionin tonë, për faktin se ne duhet që të zhvillohemi sa më shumë në lidhje me arsimin, me metodikat dhe pikërisht kjo na çon drejt gjërave më të reja, më të adoptueshme për profesionin që ne sapo kemi nisur. Përfituam, domethënë, gjëra të cilat do të na duan për më vonë në punën tonë. Unë mendoj që këto trajnime të organizuar janë shumë të rëndësishme, pasi na trajnojnë për rrugën e duhur të mësimdhënies dhe të nxënit. Gjërat e reja gjithmonë merren nëpër auditore, mendoj unë. Kështu që ne këto gjërat e reja që marrim këtu i përcjellim tek fëmijët nëpër shkolla. Teknologjia ka ato risitë e veta dhe ne duhet të përshtatem. Marrim njohuri të reja që duhet t'i vëmë në praktik me nxënësit. Mësuam shumë nga ky trajnim, punën me grupe, diskutuam. Për Ministrinë e Arsimit dhe Sportit është një prioritet rritja e kapaciteteve të mësuesve tanë dhe edukimi në vazhdim të tyre. Mbetet një rëndësi parsorë sa i përket cilësisë së arsimit, pikërisht mbështetja afatgjatë e mësuesve tanë për sa i përket trajnimeve dhe metodave efektive dhe inovatore të mësimdhënies, të cilat janë përfshirë në ombrellën e një programi kombëtar të zhvillimit profesional me synimin për të trajnuar në këtë vit rreth 16.000 mësues dhe për të realizuar një qëllim madhor, atë të rritjes aftësive të mësuesve dhe të pasurimit të gjithë metodave efektive të mësimdhënies përmes trajnimeve nga pedagogët e stafeve të universiteteve tona. 7 universitete publike janë të përfshira, janë rreth 200 pedagogë të përfshirë në këtë proces të madh të edukimit në vazhdim, i cili bën bashkë arsimtarët tanë të gjithë cikleve të arsimit. Unë jam e kënaqur që sot asistoj në një prej trajnimeve ku mësues të arsimit fillor janë tashmë në përfundim të ditës së dytë të modulit të trajnimit që ju jeni duke ofruar. Dhe këtu në Fakultetin e Histori Filologjisë tashmë keni kryer një seri trajnimesh për gjatë 4 muajve ku janë angazhuar në këtë